Audio Jungle. Kryetari i Parlamentit të Maqedonisë Trajko Veljanovski nënshkroi sot vendimin për shpalljen e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare. Kështu zgjedhjet e parakohshme parlamentare sipas vendimit në fjalë do të mbahen më 27 prill, njëkohësisht me raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale në Republikën e Maqedonisë. Iniciativën për zgjedhje të parakohshme në parlament të shtunën e dorëzoi grupi i deputetëve të BDI-s, e cila po a ditë u pranua nga ana e partisë në pushtet VMRO-DPMN. Propozimin e BDI-s Ali Ahmetit e mbështetën dhe partitë opozitare PDSH dhe LSDM, po edhe partitë më të vogla politike. Ndryshe, këto do të jenë zgjedhjet e treta të parakohshme parlamentare në Maqedoni. Bashkimi Demokratik për Integrim pohon se zgjedhjet parlamentare në ditën e njëjtë me rrethin e dytë të zgjedhjeve presidenciale nuk ka se si të ndikojnë në rritjen e pjesëmarrjes në zgjedhjet për president dhe të sigurojnë pragun e nevojshme prej 40%. Kështu sekretari i përgjithshëm i BDI-s Abdulaqim Ademi komenton se bëhet fjalë për dy procese të ndara të cilët nuk ndikojnë ndaj njëra tjetrës. Akuzat që PDSH-ja i bën Sekin se ne do të plotësojmë censusin për të pasur zgjedhje presidenciale të suksesshme, por ne janë të pavërteta dhe flet për cinizmin e ulët të kësaj partie. Këto janë dy procese të ndarja, zgjedhjet presidenciale dhe zgjedhjet parlamentare. Ata që do të votojnë për zgjedhjet parlamentare as pak nuk do të ndikojnë në rritjen e censusit, ka thënë Ademi, një rëshe shtabit zgjedhor të BDI-s. Ai ka akuzuar partinë e Menduthaqit se me nxjerrjen e kandidatit presidencial e legjitimiton këtë proces zgjedhor. Është e qartë që ata që u dakorduan në Sushiko për kandidat të përbashkët do të ndikojnë në arritjen e censusit dhe dhënien e legitimitetit për zgjedhjet presidenciale, ka thënë sekretari i përgjithshëm i BDI-s Abdulaqim Ademi. Profesori universitar Lubomir Fërçkovski në kolumnën e tij me titull Mobilizimi i urrëqjes ka kritikuar ashpër fjalimin e kryeministrit Nikola Gruevski në konventën partijake. Ai tha se partia e Gruevskit po nxit urrëqje dhe me të po ushqet. Fërçkovski në kolumnën e tij ka kritikuar edhe BDI-n për shkak se e ka pranuar të luajë në urrëqjen që e nxit VMRO-DPMN-ja. Sipas tij, partitë në pushtet po mundohen që nëpërmjet urrëqjes në baza etnike të mbajnë në formë rretigun e partive të tyre. Sot pas 20 vitesh pavarësi, kushtetut marrëveshje të Ohrit, marrëveshje të shumta ndërpartijake, statuset të kandidatit dhe ndërmjetësime ndërkombëtare, arritëm të mbajnë zgjedhje në motën e kryeministrit të qeverisë së Republikës së Maqedonisë. Na jepni mandat kundër shqiptarëve. Fjalimi i tij në konventën ishte deri më tani mobilizimi më i madh i urrëqjes etnike. Ajo ishte apel parazgjedhor deri tek maqedonasit që të japin mbështetjen për VMRO-DPMN-n për të shndruar shqiptarët në shërbetor në këtë shtet, vend për të cilën BDI-ja veçmë është trajnuar, si do të siguroheshin nga nënçmimet në qeverinë e ardhshme nga shqiptarët, si VMRO-DPMN-ja nuk do të nënshtrohet në nënçmime nga askush. Pllakatet me kandidatin presidencial të LSDM-s me flamurin e Shqipërisë pasti janë të përgatitur. Opozita është absolvuar si meke lehtë për shqiptarët. Na urreni neve thon nga BDI-ja me marrëveshje, ne do t'ju urrejmë juve me marrëveshje. Bashkë do t'i mobilizojmë masat tona dhe do të fitojmë sipas asaj kënge. Eja të urremi, por vetëm të ruhemi, të lutemi, shkruan Fërçkovski në kolumnën e tij të titulluar Mobilizimi i urrëqjes. Nuk është me rëndësi që e gjithë kjo do të përfundojë me gjak urrëqje dhe nuk është me rëndësi që me asgjë një mobilizim i tillë nuk është shkaktuar, nuk ka kërcënime nga lufta, shkëputje, radikalizëm, fundamentalizëm, represione. Kjo në zemër të uritur duhet patjetër t'i radhit maqedonasit e ndoshta edhe shqiptarët në çeta ushtarake dhe radhë të urrëqjes. Vetëm kështu hegemonizmi i këtyre partive është i qëndrueshëm, shkruan ai. Ai pyet pse ky mobilizim i maqedonasve mbi bazën urrëqjes me VMRO-DPMN-n. Pse partia e Gruevskit nuk mund të bëjë diçka tjetër përveç se të nxjisë urrëqje dhe nga ajo të ushqet, për shkak se VMRO-DPMN-ja politikisht organizon memorje të posaçme historike për identitetin e maqedonasve, shkruan mes të tjerash Fërçkovski. Përndryshe, Lubomir Fërçkovski ishte kandidat i LSDM-s për president në zgjedhjet presidenciale të vitit 2009, ku përballë kishte rivalin e VMRO-DPMN-s, aktualisht presidenti i Maqedonisë Gjorgje Ivanov. Partnerët e derigjeshëm të koalicionit nga Unioni për Ardhmëri, liderët e PSD-s dhe VMRO Popullores Tito Petkovski dhe Lupço Georgievski hapën shishët e shpirtrave të kaluarës. Deklarata e liderit të PSD-s Petkovski se ata që bën luftë në vitin 2001 tani u morën vesh për zgjedhjet e parakohshme parlamentare, ishte mjaftueshme që ish kryeministri dhe në atë kohë kryetari VMRO-DPMN-s ashpër të kthejë arsenal akuzash adresuar deri tek Tito Petkovski, por edhe te socialdemokratët, të cilët atëherë gjatë konfliktit njësoj si edhe
cilëve sot ishin në opozit. Në reagimin e tij, Georgieski konstaton se Petkovski ka ngatruar ngjarjet, njerëzit dhe kohën. Duam të përkujtojmë se gjatë krizës së vitit 2001 VMRO DPMN e atëhershme, që përveç emrit nuk ka asnjë pikë të përbashkët me të sotmen, ishte në koalicion me PDSH-n, derisa në atë kohë nga ana tjetër në terren funksiononte LSDM e atëhershme, në të cilën funksionar i lartë ishte Tito Petkovski, si dhe UÇK e atëhershme, ndërsa sot BDI, thot Georgieski. Sipas tij, më vonë është konfirmuar se qëllimi i vetëm i koalicionit të LSDM dhe BDI-s, të cilët ishin partnerët në qeveri në periudhën 2000-2006, ka qenë siç thot ai, prishje me forcë e qeverisë së zgjedhur demokratike në Maqedoni. Më tej pyet nëse ai me shtrembërimin e fakteve dhe reinterpretimin e terminëve të gabuara për krizën, nga kjo distancë kohore do të fitoj pikë politike në llogaritën së vërtetës, që sipas tij është dukuri për aktivitetet e tij politike në 20 vitet e kaluara. Vlerësimet në pjesën e rretheve politike janë se Georgievski me daljen e djeshme bën atak direkt edhe mbi një pjesë të udhëheqësisë më të ngushtë të tanishme të LSDM-s, nëse merret parasysh se zëvendëskryetaria Radmila Shekeninska gjatë kohës së konfliktit ishte nënkryetare e partisë, ndërsa në qeverinë e LSDM-s dhe BDI-s, për të cilën flet Georgieski, ishte zëvendëskryeministre për integrime europiane. Sulme të këtilla të ashpra për atë se cili është fajtor për konfliktin e 2001-shit ka pasur edhe ka fundi vitit 2009. Atëherë kryeministri dhe lideri tanishëm i VMRO DPMN-s Nikola Gruevski doli me akuza të ashpra se Branko Crvenkovski është fajtori. Ato deklarata të kryeministrit u inicuan nga takimi i papritur i Crvenkovskit me Ahmetin në Reçicë të vogël në Tetov. Nga LSDM atëherë kthyen se në vitin 2001 në pushtet kanë qenë VMRO DPMN. LSDM-ja me reagim me shkrim deri tek mediat ka mohuar shkrimet në disa media në të cilët është thënë se LSDM ka qenë para një përçarje rreth kandidaturës së Stevo Pedaroskit, krizë në të cilën rrugdalje ka gjetur ish kryetari Branko Crvenkovski. Mediat proqeveritare me urdhër të pushtetit tentojnë në mënyrën më të ulët, duke plasuar gënjeshtra dhe të pavërteta të nxjim për zgjedhjen e Stevo Pedaroskit për kandidat për president. Teksti i shpallur në disa media proqeveritare është rrjedhim i pastër. E vërteta është se në mbledhjen e grupit të deputetëve të LSDM-s, një zëri është mbështetur kandidatura e Pendaroskit që të jetë kandidat për president të Maqedonisë, thuhet më tuqe në reagimin e LSDM-s. Dy nxënës të shkollës së mesme PTT Vlado Taseski në Shkup kanë përfunduar në spital pasi që sot rreth orës 13:30 kanë qenë të sulmuar nga një grup nxënësish nga shkolla e mesme kimike që gjendet aty në afërsi. Ngjarja ka ndodhur në bulevardin Treta Makedonska Brigada. Grupi i nxënësve të cilët kanë sulmuar ka tentuar që të ikë nga vendi i ngjarjes, por policia arriti të arrestojë 14 prej tyre. Motivet për sulmin ende nuk dihen. Jo zyrtarisht thuhet se nxënësit nga PTT kanë qenë të nacionalitetit maqedonas, ndërsa ata të shkollës kimike kanë qenë shqiptar, por ende nuk dihet nëse ka kjo ndonjë ndërlidhje me rastin e hidhur. Në gjykatën themelore Shkupi 1, sot vazhdon gjykimi kundër kryesuesit të Këshillit të Komunës Qendër Miroslav Shipović. Procesi gjyqësor kryesuesi ka filluar më 27 shkurt. Shipović ishte arrestuar më 15 tetor në aeroportin e Vjenës në kthim për Maqedoni nga SBA, ku ka qenë në vizitë private të birit të tij. Më shumë se 3 muaj gjendet në paraburgim në gjykatën hetimore në Shkup, edhe pse procedura hetimore ka përfunduar. Bashkë me 10 të tjerë si dhe vëllai e tij ngarkohen për keqpërdorim në mashinopromet për kriminalitet financiar në vlerë prej 1 milion euro. Lideri i AK-s Ramush Haradinaj vlerëson se qeveria aktuale nuk duhet të përfundojë mandatin pa u ndërshkuar përmes mocionit të mosbesimit. Ai thotë se sa i takon idesë për shpërbërjen e kuvendit, Haradinaj vlerëson se qeveria po vepron mençur, por LDK sipas tij ka rënë grack. Haradinaj në një intervistë për televizionin Rokum arsyeton faktin se pse iniciativa për mocion mosbesimi ndaj qeverisë u mor pas kthimit të tij nga vizita në SBA. Ai thotë se iniciativa u mor në këtë kohë pasi që opozita i ka numrat në kuvend për shkarkimin e qeverisë, gjë që ka qenë e pamundur më herët, transmeton Ora-Info. Sa i takon idesë për shpërbërjen e kuvendit, Haradinaj vlerëson se qeveria po vepron mençur, por LDK-ja sipas tij ka rënë grack. Pas dështimit të grumbullimit të numrit të mjaftueshëm të nënshkrimeve të deputetëve për mocion, kreu i AK-s ka besim të plotë se iniciativën për peticion do të ketë për krahjen e qytetarëve. Ani pse ndërmori një nismë tjetër, Haradinaj thotë se AK nuk ka heq dorë nga mocioni, madje ai vazhdon të besojë në përkrahjen e partive qera opozitare. Shkarkimi i kësaj qeverie sipas Haradinajt kishte me qenë leksion edhe për qeverisjen e ardhshme. Përkundër përpjekjes që të rrëzojë qeverinë Thaçi 2, Haradinaj ende nuk ka vendosur nëse do të vazhdojë Blerim Shala të jetë koordinator në bisedimet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Kryeministri i Turqisë Recep Tayyip Erdogan diskuton ngjarjet e fundit të Krimes me presidentin e Rusisë Vladimir Putin. Kryeministri Erdogan nuk ka hezituar t'i telefonojë presidentit rus rreth asaj që po ndodh në Ukrainë, duke kërkuar nga vet Putin një zgjidhje të krizës sa më shpejt të jetë e mundur. Kreu i qeverisë turke gjatë një ore gjysmë bisedë me liderin rus tha se është primare dhe thelbësore që të gjendet një zgjidhje paraprake. Ndërto Erdogan citoi se zgjidhja është kryesisht përgjegjësi ukrainasve, duke shtuar se situata duhet të qetësohet pasi çdo paqëndrëshmëri apo tension tjetër do të ndikojnë në të gjithë rajonin. Sipas Erdogan, nuk është e drejtë që të përdoren lëvizje të tilla që kërcënojnë integritetin e territorit. Kryeministri shpreu gjithashtu presidentit rus të gjithë shqetësimet, duke i rikujtuar atij rëndësinë së drejtës ndërkombëtare dhe parimeve bazë të marrëdhënieve ndërqeveritare në zgjidhjen e krizës aktuale.